Në qytetin bregdetar të Vlorës takon sot dy kontraste krejtësisht të kundërta me njëra tjetrën. Në qytet, përgjatë shëtitjes që mund të kryesh në të, dallohen qartësisht me qindra apartamente me dritare dhe dyert të mbyllura. Apartamente këto që qëndrojnë të tilla prej muajsh, por nuk mungojnë as rastet kur ato janë të mbyllura edhe prej vitesh, ndërsa shumë prej apartamenteve që disa muaj qëndrojnë mbyllur jepen më pas me qera për pushuesit, duke u vendosur në dispozicion dhe duke hapur dyert në favor të turizmit, sigurisht për përfitime monetare të vetë pronarëve të tyre. Siç e konfirmon nga të dhënat edhe Instat, këtë vit, për shkak të zhvillimit të sektorit të turizmit, kemi një numër akoma edhe më të lartë të apartamenteve që në Vlorë qëndrojnë të mbyllura. Shtëpitë që lihen të mbyllura nga administratorët, të cilët i kanë bler dhe më pas janë larguar në emigrim, duke zgjedhur që pronën e tyre mos ta shfrytëzojnë, shesin apo japin me qera. Siç vihet në dukje, edhe nga anketimet e Instat në rritje të ndjeshme, është edhe numri i apartamenteve që jepen me qera tek turistët, ku në numër të lartë janë ato që ofrohen vetëm me qera përgjatë sezonit dhe në muajt e tjerë të vitit qëndrojnë mbyllur, por kjo situatë mani për të nxjerrë sa më tepër fitime nga pronat apo edhe nga frika se mos shtëpitë dëmtohen, ka ndikuar negativisht në qytet, ka dhënë pasoja negative tek familjet të cilat nuk e kanë sot një shtëpi, familjet që prej vitesh për shkak edhe të ardhurave, mundësive të pakta në vendin ku jetojmë, të jetojnë sot me qera. Këto familje e kanë të pamundur që të gjejnë sot një shtëpi për të jetuar, për shkak se shumë prej apartamenteve në qytet qëndrojnë të mbyllura dhe shumë të tjera jepen me qera ditore tek turistët. Gjithashtu, numri i apartamenteve stok, si dhe atyre të përfshira në tregun imobiliar, ka ndikuar ndjeshëm edhe në rritjen e qerave në qytet. Ato pak që jepen ende me qera mujore, në krahasim me 5 vite më parë, i gjen sot në vlera 2 fish më të larta. E pamundur që të kesh sot një shtëpi në Vlorë me qera nën qera 25.000 lekë të reja, pavarësisht zonës se ku ajo ndodhet. Krahas saj, pronarët e banesave që i vendosin ato në funksion të turistëve, 90% të shtëpive i japin vetëm me qera ditore. I kanë rënë me sa duket i les dhe duan të nxjerrin sa më tepër fitime, duke i vendosur ato në funksion domosdoshmërisht vetëm për turistët, të cilët vetëm ata mund t'i paguajnë, pasi vlonjatët nuk i përballojnë dot. Me pak fjalë, ky është kontrasti i realitetit që takon sot në Vlorë. Nga njëra anë kemi persona me disa banesa me qera që i mbajnë mbyllur dhe nga ana tjetër kemi me qindra familje që janë pa shtëpi dhe kanë të pamundur të gjenë një banesë me qera. Mos ngopja e pronarëve të banesave që duan më shumë fitime bën që të tjerët të jetojnë edhe rrugëve nga abuzimet e çmimeve të cilat kanë prekur edhe këtë sektor.